Zvat zbarkon në shtëpinë e John Alites, arrestohet ish-vrasi I mafjas në New Jersey. Arrestohet nga forcat të shumta zvat në shtëpinë e tij shqiptaro-amerikane John Alite, ish bashkëpunëtori I familjes mafioze Gambino dhe ish njeri I afërt I John Gotti Jr. Sipas New York Post, 63 vjeçari u arrestua në orët e para të mëngjesit të së premtes në banesën e tij në English Town në New Jersey pas një operacioni zhvilluar nga autoritetet shtetërore. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë efektiv të shumë të pajisur me uniforma SWAT duke ofruar banesës rreth orës 5 mëngjesit. Prokuroria e përgjithshme e New Jersey njoftoi se Alite akuzohet për disa vepra penale, përfshirë zhvatje përmes kërcënimit, gjobdhënie, shkelje të ligjeve të huadhënies, fajde dhe keq menaxhim korporativ dhe kërcënime terrorizuese. Bashkë me të u arrestua edhe 67 vjeçari Steven Locrotondo nga Brightwater, New Jersey, I cili akuzohet për huadhënie me interesa të palishme. Zyra është përkushtuar të sigurojë që gjitha bizneset veprojnë në mënyrë të ndershme. Sjellja e pretenduar në këtë rast është krejt e kundërta dhe ne do të punojmë për të mbajtur përgjegjës këto që mashton apo vjedh, deklaroi prokuroria e përgjithshme Jennifer Davenport. Avokati I Alites, Douglas Santon, e hodhi poshtë akuzat duke deklaruar se klienti I tij ka jetuar në përputhje me ligjin prej gati 2 dekadash dhe së fundit do shpallet I pafajshëm. John ka bërë një jetë rregullt dhe ligjore që kur lat pas kaluarën e tij, ai është aktiv politikisht dhe shpesh prej mendimet e tij publikisht, gjë që mund të sjellë kundërshtar të fuqishëm të avokatit. Ai njihet si një nga figurat më të komentuara të mafjes italo-amerikane. Pas largimit nga bota e krimit, Alite u përfshi në jetën publike. Në vitin 2025 u emërua antar I Këshillit Bashkiak të English Town. Në një intervistë më parshme ai deklaronte se dëshiron të shlyente gabimet e së kaluarës dhe të shërbente komunitetit.